Gruaja që ka lindur më shumë fëmijë është një ukrainase. Ajo ka lindur 69 fëmijë, nga të cilët vetëm 2 kishin vdekur gjatë lindjes. Fëmia më e rëndë në botë është lindur në vitin 1954 nga italiania Carmelina. Djali i saj peshonte ditën e lindjes 10,2 kg. Beethoveni para se të kompozonte fuste kokën në ujë. Einsteini deri në moshën 9 vjeçare nuk fliste normalisht. Biblioteka më e madhe në botë gjendet në kryeqytetin amerikan Washington. Kjo bibliotekë u ndërtua më 24 prill 1800. Në të gjender 107 milion shkrime të gjitha arteve. I vetmi elefant në botë që flet është pjesëtar i një cirkurus. Ky elefant mundet të thotë deri në 20 fjali. Elefanti ka jetuar që në vogëli mes njerëzve dhe ka arritur të artikulojë tinguj njerëzish. Shteti që konsumon më shumë bukë në botë është Turqia. Llogaritjet tregojnë se mesatarja e çdo personi në përdorimin e bukës arrin në 199,6 kg në vit. Duanpirësit më të shumtë ndodhen në Kinë. Sipas llogaritjeve të fundit, në Kinë janë shitur 1,69 bilion cigare, më shumë se në çdo vend tjetër. Në gjithë botën janë shitur 5,5 bilion cigare. Operacioni më i gjatë në botë ka zgjatur 96 orë gjithsej. Ka nisur në datën 4 deri në datën 8 shkurt të vitit 1951 në një spital të Chicagos. Pacientja, mbas operimit, kishte reduktuar peshën e saj gjatë këtyre 96 orëve, nga 280 kg në 140 kg. Doktori më i ri në botë është Balamural Ambati, i lindur në Amerikë më 29 qershor 1977. Ai u diplomua në New York më 19 maj 1995 në moshën 17 vjeçare. Sipas studimeve më të fundit, një mashkull harxhon mesatarisht 3350 orë gjatë gjithë jetës së tij duke u ruajtur e qethur.